A është opcion i mirë zgjedhjet Shkodër njerë? Absolutisht nuk është opcion i mirë. Pse? Më lejoni t'ju them, ne jemi partia e 3. I druheni rezultatit apo çka? Jo pse ne i druhemi. Jo pse ne i druhemi. Sepse unë besoj në një rezultat të ri zgjedhor. Partia e cila do të humbte më shumë t'i vota, është partia e cila po shtyn drejt në procesit zgjedhor dhe kjo është lëvizja vetëvendosje. Nuk ka qytetar të Republikës së Kosovës i cili nuk e kupton që në qoftë se shkojmë në zgjedhje, ne po shkojmë në zgjedhje për shkak të emrit të Albulena Haxhiut, që nuk po arrin të bëhet kryetare. Shkonin zgjedhje Zena Bajrami, shkonin zgjedhje nëse ata humbin që shkonin zgjedhje. Dëgjoj zoti Sadiku, edhe një herë. Unë po ju kuptoj juve çfarë do thoni. Edhe një herë po mundohem. Nëse ju thoni që ata humbin, edhe një herë. Edhe ata janë duke lejo, a të them diçka? Shkonin zgjedhje. A them diçka? Urdhro. Ne jemi të bindur, edhe një herë po e them, që lëvizja vetëvendosje do të humbte në një proces të ri zgjedhor. Mirë po. Tash për disa mandate të humbura të lëvizjes vetëvendosje, të cilat kanë me u shpërnda patjetër tek parti tjera, aja vlen që të hargjohen miliona euro, aja vlen që vendi të mbahet peng, aja vlen që të mos adresohet asnjë problem i qytetarëve të Kosovës, dhe ne të shkojmë proces zgjedhor, sepse ne do e fitojmë 1, 2, 3, 4, 5 mandate ma tepër dhe ato do i humb lëvizja vetëvendosje. Personalisht Zena Bajrami, unë mendoj që është e dëmshme të shkohet në zgjedhje për shkak të interesit qytetar. Pikërisht këtë po e them, për shkak të interesit të vendit. Po, taksave të qytetarëve, pagesave, vonezave që krijohen në institucionet, pastaj zinxhirit total që funksionon në kuadër qeverisje qendrore, lokale, por nëse po them, edhe njerë, nëse nuk ka zgjidhje tjetër, edhe nëse i bie që vetëvendosja po humb, absolutisht ka sepse a dini pse? Sepse ne po shkojmë zgjedhje, sepse zonja Albulena Haxhiu nuk po arrin të bëhet kryetare e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Nuk ka asnjë arsye tjetër. Nuk ka asnjë arsye tjetër. Në qoftë se shkojmë në procesin zgjedhor, arsyeja e vetme është që lëvizja vetëvendosje nuk po arrin që zonjën Haxhiu ta vendos në kryet e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Zona Bajrami, kjo mund tjetë arsye e dytë. Po arsye e para që ata s'po mund t'i bëjnë votat për qeveri. More, ata mund t'i bëjnë votat për qeveri. Nuk jam i sigur që mund t'i bëjnë. E kam fjalën, nuk mund t'i bëjnë, nëse nuk mund t'i bëjnë, po ata duhet bëjnë. Nëse ju nuk shkoni, PDK-ja nuk shkon, Ramos Haradinaj nuk shkon, votat e minoriteteve, jo serbe 2 që i përmendën nuk i kanë. Unë e përmenda një opcion tjetër për të mos shkuar në zgjedhje, dhe ajo është domethënë qeveria tranzicionale që e kemi propozuar ne. S'po e pranojnë. Nëse se pranojmë, atëherë domethënë duhet shkojmë në zgjedhje, po edhe për të shkuar në zgjedhje, po e them prapë që duhet të ulemi dhe të dakordohemi. Dhe çmimin kush po e paguon? Arsyeja se pse ne s'po kërkojmë një proces të ri zgjedhor është që krejt koston e përsëritjes së procesit zgjedhor e paguajnë qytetarët e Republikës së Kosovës. Qytetarët e Republikës së Kosovës. A e dini sot çfarë? A e dini që Radio Televizioni i Kosovës ka ngelur pa bord? Ka që një kohë të gjatë në fakt që bordi i Radio Televizionit të Kosovës nuk është funksional. A e dini që drejtorit, ushtruesit të detyrës, i ka skaduar mandati për të qenë ushtrues detyre i drejtorit. A dini që në muajin tjetër, përveç se në shkelje në kundërshtim me ligjin, sepse nuk ka kush që i nënshkruan listën e pagave për rreth 300 punëtorë të Radio Televizionit. A e dini që Komisioni për Minjera dhe Minerale, i cili jep licencat të gjithë atyre që nxjerrin, rerën, zhavorin, eksploatojnë për ndërtimin e rrugëve, gjana të tjera. A e dini që ka pothuajse 2 vite i cili është pa quorum, dhe këto kompani të cilat punojnë sot, rrugë të cilat nuk po përfundojnë asësi, është sepse këto kompani nuk i kanë licencat aktive dhe nuk mund të shfrytëzojnë resurset natyrore në territorin e Republikës së Kosovës. Dhe shumicës prej tyre i duhet të importojnë material në mënyrë që për t'i përmbushur kontratat ose nuk i kanë përmbushur fare kontratat. A e dini që kemi numër të madh të institucioneve, të cilat janë jo funksionale, Më lejoni të kaloj të energjia. Vendimi i zyrës rregullatorit të energjisë elektrike që me datën 1 qershor, 1300 kompani vendore, të cilat ose i kanë mbi 50 punëtor,
ose e kanë qarkullimin mbi 10 milion euro, ose e kanë edhe njërën edhe tjetrën, duhet të kalojnë në treg